Yasir Hasani ka ndjekur nga pankinat të dy ndeshjet e fundit të Shqipërisë, ato ndaj Andorrës dhe Anglisë, pasi nuk është preferuar as një minutë nga trajneri Silvinho. Por sapo është kthyer në Iran, sulmuesi është kthyer të bëjë atë që di më mirë, të shënojë gola dhe të jetë vendimtar. Dje skuadra e Istiklal, ku bën pjesë luante në Hafzi Cup përballë Padiab dhe skuadra e Hasanit e pa vete në vështirësi pasi ishte në dizavantazh në pjesën më të madhe të takimit. Për të shmangur eliminimin e parakohshëm, mendoi Hasani me një penallti në minutën e 90 të ndeshjes që barazoi shifrat në 1-1. Pas penalltisë plasi sherrri pasi Hasani i festoi duke ngacmuar një kundërshtar me të cilin kishte pasur përplasje gjatë gjithë sfidës dhe lojtarët dhe stafi i ekipit mik e sulmuan shqiptarin. Por në fund gjithçka u zgjidh me një karton të verdhë dhe ndeshja vazhdoi me shtesa. Në fundin e shtesës së parë, Hasani ishte ai i cili zgjidhi takimin për ekipin e tij me një goditje dënimi e cila përfundoi në rrjet dhe që i dha suksesin 2-1 ekipit të tij që kaloi në turin tjetër të kupës.